Për herë të parë pas 14 vitesh, ish kryeministri Sali Berisha është marrë në pyetje si person në dieni nga prokuroria e posaçme për 21 janarin, ngjarjen ku mbetën të vrarë përpara zyrës së tij 4 protestues. Pas rihapjes së hetimeve nga SPAK, me urdhër nga gjykata e lartë, një sër ish funksionarësh të lartë shtetëror do të merren në pyetje nga prokurori Alfred Shehu për vrasjet e ndodhura në bulevardin Dëshmorë të Kombit në një protestë të organizuar nga opozita atëhershme, Partia Socialiste, ndërkohë që Berisha ishte kryeministër i vendit. Berisha qëndroi dje 2 orë në prokurorinë e posaçme, ku pyet mbi rolin e tij dhe urdhrat që janë dhënë për të hapur zjarr ndaj protestuesve, ku pati 4 viktima: Alex Nika, Ziver Veizi, Hekuran Deda dhe Faik Myrtaj. Pas daljes nga prokuroria e posaçme, Berisha tregoi se ish ministri i Brendshëm Lulzim Basha dhe ish komandanti i Gardës Ndrea Prendi i kanë kërkuar që të evakuohej nga selia e kryeministrisë gjatë protestës, por ai qëndroi në zyrë. Berisha i qëndroi pretendimeve të dhëna më herët, ku tha se nuk ka dhënë asnjë urdhër për vrasjen e protestuesve. Kreu i opozitës mohoi të jetë qelluar nga brenda godinës dhe sipas tij, Garda nuk merr urdhra, por ka vepruar në bazë të ligjit. Tani do të kthehemi pas në kohë për të parë se si nisi e gjithë ngjarja dhe se si SPAK nisi hetimin për 21 janarin. Çfarë ndodhi ditën e ftoftë të 21 janarit 2011? Opozita e vendit, Partia Socialiste, thirrri një protestë mbar popullore kundër sipas saj sistemit të kalbur dhe të korruptuar të qeverisë Berisha, që kishte keq përdorur dhe keq menaxhuar resurset shtetërore, duke shkaktuar varfëri dhe zemërim të madh në vend. Protesta ishte thirrur të mbahej në orën 12, ku qytetarë nga gjithë Shqipëria marshuan nga sheshi Skënderbej drejt bulevardit Dëshmorë të Kombit, përpara kryeministrisë, e cila në atë kohë ishte rrethuar me kangjella mbrojtëse. Mira qytetarë, të rinj, të reja, familjar, pensionistë, si dhe deputet të opozitës, protestuan përpara kryeministrisë, ndërsa forca të shumta policie kishin rrethuar godinën. Rreth orës 14, situata filloi të dilte jashtë kontrollit, pasi qindra qytetarë u përleshën me forcat e policisë. Duke se protesta nuk ishte më thjesht paqësore dhe gjithçka mori një drejtim tjetër. Për shkak të dhunës dhe të mosmenaxhimit të situatës, të shtëna me armë zjarri u dëgjua në ajër dhe më pas drejt protestuesve rreth orës 16. Protesta përfundoi me vrasjen e Ziver Veizit, Faik Myrtajt, Hekuran Dedës dhe Alex Nikos, të 4 protestues dhe qytetarë të thjeshtë. Partia Demokratike në qeveri e cilësoi tubimin si tentativë për grush shteti. Si nisën hetimet? Hetimet fillestare nisën me 21 janar 2011 nga Prokuroria e Tiranës, e cila dërgoi për gjykim ish komandantin Ndrea Prendi dhe gardistin Agim Lupo, të cilët u dënuan me 1 dhe 3 vjet burg. Familjarët e Alex Nikës, i vetmi që ngeli pa autor të identifikuar, kërkuan që çështja të kalonte në SPAK. Më 12 mars 2024, Gjykata e lartë, duke u bazuar edhe në frymën e gjykatës së Strasburgut, vendosi që ngjarja të hetohet si krim shtetëror. Për të sqaruar rolin e drejtuesve të lartë të kohës, përfshirë Berishën, Bashën dhe ish drejtuesin e Gardës. SPAK nisi zyrtarisht hetimet me 16 korrik 2024 me 3 akuza. Vrasje në rrethana të tjera cilësuese në bashkëpunim, shpërdërim detyre dhe pengim i zbulimit të së vërtetës. Më 23 korrik 2024, Ndrea Prendi u paraqit në prokurorinë e posaçme për të pyetur në lidhje me armët e zjarrit të përdorura përballë protestuesve. Më 30 tetor 2025, ish ministri i Brendshëm Lulzim Basha u mor në pyetje për 1 orë e 20 minuta nga prokurori Alfred Shehu. Pas daljes, Basha ishte i rezervuar përballë gazetarëve. Ndërsa me 19 nëntor 2025 u paraqit Sali Berisha, i cili më herët kishte refuzuar 2 herë ftesën e SPAK për të dëshmuar për 21 janarin. Dosja 21 janarit vijon të jetë nën hetim nga SPAK, ende pa persona të marrë të pandehur. Ndërsa familjarët e 4 të vrarve presin pas 14 vitesh të ketë drejtësi dhe të ketë përgjegjës për urdhrat që quan në një prej ngjarjeve më të rënda politike të tranzicionit në Shqipëri.